pas mendimit tim, kur kam mësu ndryshim në ligji 2023, qëllimi ka qenë që mi u lehtësu diasporës votimit. Dhe që ka qenë qëllimi kryesor, kur është bo kjo dispozit. Në zgjedhjet e kaluara, na nuk kena votu qendra hapësira të shtesë, nëse ju kujtohet. Ne kemi votu vetëm listën e disa prej konsulatave, ambasadave që na i kanë dërgu, që i kemi pas para vetes. Ndërsa, PZAP dhe Gjykata Supreme është marrë me një çështje tjetër, në këtë drejtim, por në çështje tjetër, në përcaktimin e numrit maksimal të votuesve në ato vendvotime. Nëse ju kujtohet, atëherë një grup këtu jemi pajtu që mu përcaktu numri maksimal, ndërsa një grup tjetër nuk është pajtu mu përcaktu numri maksimal, dhe për atë ka pas ankesë, e cila është refuzu dhe Gjykata Supreme ka marrë vendim. Pra ka pas të bëj çështje specifike për përcaktimin e numrit maksimal, jo për numrin e vendvotimeve, qendrave të votimit, e tjera. Tash, unë po du me qenë pak ma pragmatik në këtë proces, se sot veç fillon regjistrimi i votuesve jashtë vendit. Është e natyrshme edhe zgjedhjet e kaluara kemi vepruar njëjtë, ku gjatë procesit i kemi heq disa prej qendrave të votimit, të cilat veç i kemi miratu fillimisht, sepse nuk kem pas votues dhe s'ka qenë e logjikshme mi pas ato qendra të votimit hapura, me qenë se kanë qenë 2-3 votues gjithsej. Për me qenë ma pragmatik, ma realist në këtë proces, mendimi jem është të votohet kjo, dhe pastaj të shohim sipas procedurës sekretariatit në regjistrim, edhe i largojmë disa tjera. Po ashtu, mund të jepet edhe mundësia që të parashtrohet në një ankesë në PZAP, edhe të marrim interpretimin e drejtë nga ana e gjyqësorit lidhur me këtë çështje që e keni ngritur ju këtu. Unë jam pak ma realist edhe sipas diskutimeve me zyrtarët e sekretariatit, ka me qenë e pamundur edhe materialet zgjedhore mi dërgu në për gjitha këto ambasada. Ka me qenë e pamundur. Ne do të tentojmë, po ka me qenë e pamundur. Edhe ne shtyhem, nuk pajtohem, nuk votojmë, merret një vendim, nuk merret, hupet një drejtë ankese, por çka është e vërteta është që kemi një kohë shumë të shkurt për me organizu tërë këtë proces në diasporë. Pra dhe mundësia me dështu nuk du me thonë fjalë të mëdha, por është në rrezik. Për këtë qëllim, unë ju ftoj mi votu këtë listë, edhe në ndërkohë mundem mi revidu në bazë të regjistrimeve. Por një gjë është e saktë që duhet sot në kryqë për çështje edhe sekretariatit i vynë edhe së paku një orë mi bo përgatitjet pas vendimit tonë. Unë dua me ta hedhë në votim tash, hedhë tër listën, së bashku me hapësirat shtesë, edhe pastaj hedhë listën pa hapësirat shtesë. Kush është për listën e misioneve diplomatike me hapësirat shtesë? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kush është kundër ose abstenim? Lidhur me këtë, ka drejt ankese në PZAP, brenda 24 orëve. Vazhdojmë me pikën e radhës, Arjanit të kena, tash, vazhdojmë me mbledhje. Kjo listë është pranuar një ekstrakt pra nga Agjencioni i Regjistrit Civil, nga Ministria e Brendshme konkretisht, e punës brendshme. Bëhet fjalë pra për numrin e përgjithshëm të votuesve që kanë të drejtë vote, qytetarët që kanë të drejtë vote në këto zgjedhje parlamentare. Numri është 2.076.422 votues që kanë të drejtë vote në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Pra është numër më i lartë se zgjedhjet lokale të mbajtura në 12 tetor dhe numër më i vogël se po ashtu numër me diferencë shumë të vogël në raport me zgjedhjet e nënshkurtit.
Sipas kategorive, numri votuesve është i ndarë kështu, prej 18 deri 21 vjeç janë 7.34% e qytetarëve që kanë drejt vote, me 22 deri 25 vjeç 8.38%, 26 deri në 40 vjeç me 30.43%, 41 deri në 64 40.24% dhe 65 deri në 99 vjeç janë 13.59% dhe mbi 100 vjeç janë 0.02% e qytetarëve që kanë të drejtë vote dhe që figurojnë në listën votuese. Rekomandoj që kjo të miratohet ky raport. Që kjo ndarja në vite është prej agjencionit, a? Ndarja është bërë prej sekretariatit. Pyetja tjetër e imi është sa me çfarë shpejtësie po bëhet, domethënë pastrimi i listës nga personat që kanë heqë dorë nga shtetësia dhe nga personat e vdekur. Veç me pas parasysh, domethënë se megjithatë unë e di që ka mu aktualizu kjo çështje, jo PG-mi, ka gjyshin janë ne. Veç po du me ditë me çfarë shpejtësie bëhet domethënë pastrimi i listës. Faleminderit. Këta që ishin dorë ka shtetësia shkon me automatizëm, sepse kur të marrin me ekstraktin regjistrit qendror civil nga Agjencia për Regjistrim Civil, i marrim edhe dhonat në mënyrë automatike prej këtij institucioni për ata që kanë ikur nga shtetësia. Ndërsa sa i përket personave të vdekur, ligji për gjendjen civile është i njëjtë, që ka qenë edhe përpara. Këtu shkon pak më kadale për shkak që lajmërimi i faktit vdekjes vija në gjendje prej zyrave të gjendjes civile, edhe jo gjithë qytetarët mundën me lajmu faktin e vdekjes në momentin kur ndodh, ose disa ditë pas që ndodh fakti i vdekjes, ka mundësi që emrat e personave të vdekur mujnë me qenë listë votuese, po të kjo kategorinë kemi marrë edhe 2 ekstrakte, kemi bërë edhe analiza me departamentin e pensioneve të Kosovës, ku kemi të tentu me pastru listën e votuesve nga emrat e personave të vdekur. Imam jedno pitanje za direktora Mađarske. Sada će krajem godine doći naši iz dijaspore ovamo. Oni su bili registrovani kao glasači van Kosova. Da li će po automatizmu biti uključeni ovdje ako se ne registruju tamo kao van Kosova? Da li će biti po automatizmu uključeni ovdje u biračkom spisku na Kosovo? Mirë, nëse s'ka dikush diçka, unë e hedh vëtim raportin kush është për, edhe pse këtu duhet një vëtim, po miratimi i raportit për gjithë. Atëherë sa 9 për miratohet. Këshilli për informim publik, Zakinitaj. Faleminderit, kryetar, më në fund një lajm që dokument që është miratu pa përplasje, pa debate, pa me konsenzus plot, është plani për edukim dhe informim për zgjedhjet parlamentare të 25 dhjetorit. Është një material diku prej rreth 20 faqeve. Nuk është, kush e di, në një material i jashtëzakonshëm, kryesisht është me kërkesa bazike dhe me kapacitetet që i kemi, me produkte kryesore të fushatës për zgjedhjet, janë specifikume, domethënë me detaje, me numra, me kohë, edhe besoj që është i mjaftueshëm për ta mbuluar fushatën e informimit publik që ka të bëjë me procesin e zgjedhjeve të përgjithshme të 28 dhjetorit. Nuk po in detaje, kemi miratu edhe sloganin po ashtu, me konsenzus edhe me 5 vota pro. Slogani i fushatës i këtyre zgjedhjeve, këtë herë është Kosova voton. Kështu që kërkoj për ju për shkak që ta japim votën pro, në mënyrë që të fillojmë edhe me zbatimin e operacioneve në fushën e informimit publik. Që kjo është?
Mirë shumë. Atëherë i hedh 2 pikat në temë herë. Kush është për miratimin e këtyre 2 pikave? Atëherë me 9 vota për miratohet.